konkretisht, cila është domethënia e festës së Kurban Bayramit? Ka ndonjë ndryshim me Bayramin e Madh? Të dyja festat fetare, domethënë edhe e besimtarë musliman, edhe Kurban Bayrami, edhe Fitr Bayrami, si festa janë të lidhura me adhurimet që bëhen përpara. Dhe të dy, domethënë momentet, edhe momenti i Ramazanit që pastaj përfundon me Fitr Bayramin, edhe momenti i Haxhillëkut. Tani domethënë haxhinjt kanë shkuar në vendet e shenjta, në Mekë, nga është shumë madhështore dhe është e mrekullueshme, nga çdo vend dhe nga çdo skaj i botës. Dhe kësaj here patëm surprizë se ishte edhe presidenti i Republikës Haxhi, u publikuan edhe fotot e tij me atë veshjen tradicionale të bukur, të Haxhillëkut. Zoti ja pranoft atij dhe të gjithë haxhinjve. Dhe domethënë nga çdo vend i botës shkojnë disa njerëz, disa përfaqësues si delegacion atje në vendin ku filloi gjithçka. Si ku filloi gjithçka. Atje është kodra e Arafatit, quhet kodra e Arafatit, vjen nga fjala kodra e njohjes. Sipas teksteve fetare thuhet se aty në momentin që dy njerëzit e parë, Ademi dhe Havaja ose Adami dhe Eva, siç i themin në shqip, kanë zbritur në tokë, mbasi i zbriti Zoti, aty janë njohur për herë të parë në tokë. Aty nisi gjithçka. Dhe jo më kot, domethënë është caktuar që njerëzit mblidhen aty dhe bëjnë rituale, domethënë që i kthehen Zotit me pendim, i kthehen Zotit me duke kërkuar mëshirën edhe faljen e tij, duke kërkuar mirësinë edhe begatinë këtë jetë. Pra, është një, po themi, një kongres mbar botëror i të gjithë muslimanëve dhe nga të gjithë besimtarët ka përfaqësues që shkojnë në një takim shumë të veçantë dhe përjetojnë një lidhje dhe afrimitet shumë të veçantë me Zotin. Dhe kjo kremtohet pastaj me Kurban Bayramin. Thuhet që të paktën çdo besimtar një herë në jetë duhet të bëjë Haxhillëkun në Mekë. Është e detyrueshme, është nga shtyllat e Islamit për ata që kanë mundësi ekonomike dhe shëndetësore. Në momentin që nuk ke mundësi ekonomike dhe shëndetësore, bie obligueshmëria, domethënë, edhe nuk ka shumë. Ama një herë në jetë, po ka edhe që shkojnë vit për vit. Njoft shqiptar, të cilët shkojnë edhe nuk e kanë mundësinë ekonomike patjetër, edhe nuk e ndajnë domethënë çdo vit, dhe thonë që është nga gjërat më të bukura që përjetojmë. Domethënë jo vetëm një herë, por çdo vit edhe më bukur. Si është rituali i vërtitjes rreth e rrotull Qabes dhe sa kohë duhet për ta bërë të gjithë ecjen, sepse varet edhe nga në cilin diametër të rrethit je, sa më afër qendrës ti je, aq më e shkurtër është xhiro. Unë vetë kam provuar disa herë, kam qenë edhe në Umre, që është vizita më e shkurtër, që mund bëhet në çdo kohë të vitit, kam qenë edhe në Haxh, që është në një sezon siç është tash, domethënë, siç është tani, edhe nëse nuk ka fluks, ajo bëhet për pak minuta bëhet, nuk ka ndonjë problem. Ama nisur nga rëndësia që ka, pra vetëm ta mendosh që ky lloj rrotullimi që bëhet në formë adhurimi, të paktën te ne muslimanët nuk lejohet të bëhet në asnjë vend tjetër të botës vetëm sa aty. Vetëm aty e ka leju Zoti që të bëhet ky lloj adhurimi i veçantë. Ne normalisht faljen, ritualet i kemi kur përkulemi, domethënë që falemi, që bijemi edhe në sejdë në tokë, ose lutemi me duar kështu. Kurse aty është krejt ndryshe, domethënë, ajo është si pikë qendrore, që të gjithë, domethënë besimtarët, ne besojmë që edhe engjëjt e Zotit e bëjnë diçka të tillë, pra ne nuk i shohim, por siç thuhet në tekstet fetare, e bëjnë diçka të tillë siç e bëjmë edhe neve. Pra është gjë komplet e veçantë dhe të jep një ndjesi aq afër, duke qenë me Ka'ben. Nuk ka besimtar në botë, besimtar musliman që kur të falet është e detyrueshme patjetër të drejtohet nga kibla, që i themi ne, nga drejtimi i Ka'bes. Pra, kudo që ti jesh në glob, ti do drejtohesh nga Ka'bja. Dhe nga një herë, më beso, kjo falje që bëjmë neve të mbush aq shumë shpirtërisht, dhe të jep aq shumë emocione, dhe të jep aq shumë suport, duke qenë mijëra kilometra larg. Imagjino si mund të jetë kur ti jesh aty afër edhe ta kesh aty pranë, domethënë, sa energji pozitive. Ai vend atje, se mbase dolëm te tema e Ka'bes ose me që ka lidhje me Haxhillëkun, me pelegrinazhin që bëjnë muslimanët, ai vend atje, atij që ja bën Zoti mbar. Do shkosh ditën e parë për shembull aty në Ka'be? Një nga të veçantat e vendit është që ti futesh, domethënë i bën këto ritualet dhe të duket vetja sikur je në shtëpinë tënde, sikur nuk je i huaj. Ka aq shumë miqësi dhe aq shumë bujari, domethënë pritje, edhe aq energji pozitive sa që ty nuk duket vendja vetja asnjëherë në vend tuaj. Pra duket sikur ti ke jetuar aty dhe ke ndejt aty, ta them me shumë sinqeritet për Zotin.